Britanikët nuk kanë dhënë shumë detaje, ndosë evidenca ka pasur që dronët kanë qenë izraelit, siç e dim edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, në tentativën për sabotazh dhe bombardim të cisternave të naftës dhe rafinerive të naftës, ndosë në fillim u quajtën izraelit, u quajtën iranian, dolën që ishin agent izraelit të shërbimit të Mossadit, shërbimi sekret izraelit. Pra, po shikojmë që lufta ka kaluar atë fazën e thjesht bombardimeve që ne jemi mësuar historikisht të shikojmë, pra 10-15 raketa, disa godina të shkatruara, vrasja e ndonjë lideri, dhe ka arritur në atë që ne po shikojmë edhe në konfliktin armatosur Rusi-Ukrainë, në sabotazhe, atentate dhe në eskalim të vendet shinje. Që kemi parë dronë që hyn në Poloni vitin e kaluar e të tjerë. Dhe gjendja sigurisht sa vinë edhe siç e përmenda më parë, po del si mund të themi jashtë kontrollit. Amerikanët kanë humbur kontrollin aktualisht. Gjendja nuk besoj që çdo njeri që shikon ose e ndjek në media e kuptojnë që kjo nuk është më një luftë e tipit si Iraku ose si Siria ose si Libia që amerikanët e mbyllën për diku të 3 muaj, 2 javë, zbarkuan trupat, diçka ishte precize, eficiente të tjerë. Ne po shikojmë që ushtria amerikane po tregon të njëjtin nivel mediokritetin se mund ta quajmë si ushtria ruse në Ukrainë. Pra bazat ushtarake amerikane, rreth 9 deri më tani janë sulmuar. Amerika sipas agjencisë turke të lajmeve Anadolu, kalkuluar dhe nga shërbime sekrete turke, nga imazhe satellitare, ka humbur gati 2 miliard dollar amerikanë asete ushtarake dhe infrastrukturë ushtarake në lindjen e mesme. Pa përmendur që bazat ushtarake janë goditur në Oman, pa përmendur që gjendja ka kaluar dhe disi komike, ku 3 nga avionët ushtarak amerikan, F-16, janë goditur prej forcave kundër aerore të Kuwaitit, jo prej iranianëve. E qartë. Elianos, nga ana tjetër, sulmi me dronë dhe bazave britanike në Qipru ka ngritur sigurisht dhe alarmi në strukturat ushtarake perëndimore dhe sigurisht që Qipru është një pikë strategjike për operacionet e NATO-s në lidhjen e mesme dhe çdo goditje ndaj saj mund të ketë sigurisht edhe pasoja të mëdha. Mendon se rrezikon NATO të përfshihet drejt për drejt në konflikt pas kërcënimeve ndaj bazës britanike në Qipru? Atëherë duhet theksuar diçka. Fillimisht baza britanike në Qipru është nga 2 bazat evropiane që është goditur me dronë. Baza tjetër ka qenë një bazë franceze në Gadishurin Arabik, që është sulmuar me dronë, po pa dëme të mëdha, ashtu si baza britanike nuk ka pas një dëm të jashtëzakonshëm ose humbje në jetë. Duhet theksuar fakti që të dhënat mbi atë që ka ndodhur në bazën britanike, siç e përmenda më parë, janë ende të paditura shumica. Ndonse retorika e mbështetur nga Izraeli thotë që ata kanë qenë dronë shahet. Imazhe satelitore, pamjet filmike që kanë qenë dhe shumë të dhëna prej provave materiale të dronëve që janë eliminuar në bazën britanike në Qipru kanë treguar që droni nuk ka qenë një dron shahet, nuk ka qenë një dron iranian. Pra, konkluzionet akoma nuk kanë dalë përfundimtare dhe nuk mund të themi se çfarë ka qenë dhe se çfarë impakti do të ketë. Impakti sigurisht baziku do të jetë që tani Qipru është në alert. Greqia, një vend i ngushtë me Qipron, ka ngritur avionët në ajër, edhe Turqia gjithashtu ka aktivizuar trupat ushtarake në kufi në lindjen e mesme, po edhe në kufi me Qipru, trupa detare për të mbrojtur ndaj çdo mundësie për një përsëritje të kësaj situate. Trupat e NATO gjithashtu kanë aktivizuar atë që ne e quajmë si kondin e emergjencës, pra atë mundësie potencialisht të lartë për sulme aksidentale ose të qëllimshme ushtarake kundrejt bazave aktualisht që thatë ju të Qipërës që përdoren për operacionet ushtarake në lindjen e mesme, po që kryesisht një pikë tjetër e rëndësishme që do të përmendur është fakti që shumë analistë dhe ekspertë ushtarak ka thënë që kjo mund të jetë jo një sulm iranian,
po thjesht një provokim i bërë nga ana e Izraelit, siç e thashë me puset e naftës dhe me rafineriet e naftës në Emiratet e Bashkuara Arabe. Një tentativë e ushtrisë izraelite për ta eskaluar konfliktin, duke qenë që sot Izraeli është i izoluar, duke qenë që shumë vendet e NATO-s nuk kanë pranuar të hyjnë në këtë aventurë ushtarake që, siç e përmenda, është nisur për qeverisë e Izraelit, nuk është nisur për amerikanëve. Amerikanët ishin në Gjenev duke bërë bisedime. Dhe në fillim ka qenë sulmet izraelite që u ndoqën me sulmet amerikane më pas. Pra, duhet theksuar ky fakt. Dhe si mundësi kjo duhet lënë e hapur. Pasi ne dim që kjo ka qenë taktikë e ndjekur dhe më parë. Për të eskaluar konfliktin janë ndërmarrë iniciativa sabotazhi, iniciativa sulmi për të futur shtetet të tjera në lojë. Edhe për të hapur konfliktin më të gjerë. Pasi ne dim që sot Irani ka treguar atë që ne mund ta quajmë një forcë surprizuese dhe një rezistencë surprizuese kundrejt SBA-s Izraelit dhe njëkohësisht ka treguar se është i aftë shkaktoj dëme jo vetëm materiale, po dhe militare dhe në jetë ushtarësh. Amerika deri tani ka humbur diku te 6 ushtarë amerikanë në 18 të plagosur, pa përmendur siç e thash dëmet me miliarda dollar të infrastrukturës ushtarake. Ne ta gjë ka ndodhur me Izraelin me bombardimet dhe me infrastrukturore dhe viktimat që ka pasur civil nga bombardimet në Tel Aviv dhe në qytete të tjera. Kështu që unë do të isha skeptik që ne ta quajmë këtë një tentativë eskalimi, me thënë faktike, është shqetësuese, por është e qëllimshme, më shumë se sa një tentativë e Iranit për ta hapur luftën në gjithë Mezeun, në gjithë gadishmën arabike të tjerë. Pasi siç e dim, Irani ka bërë qartë që sulmet do të jenë kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Dhe sigurisht bazave ushtarake, faciliteteve ushtarake, jo kundër vendeve të tjera. Nëse vendet arabe do ta suportojnë në çdo lloj mënyre ushtarakisht flasim, jo nga bazat ushtarake, thjesht ushtarakisht Amerikën dhe Izraelin, atëherë edhe ato do të jenë objekte të bombardimeve. Siç ata kanë treguar që janë të aftë të bëjnë bombardime në Dubai, në aeroportet e Kuvajtit, Abu Dhabit e të tjerë. Kështu që E qartë, nga ana tjetër, pse Irani po godet objektivat amerikane dhe izraelite njëkohësisht, Elianos, dhe është kjo strategji ndoshta për të zgjeruar luftën? Një strategji për të zgjeruar luftën, kjo nuk mund të quhet në baza praktike, pasi nëse ti je i rrethuar me baza ushtarake të vendeve që të cilat ty të kërcënojnë gjatë gjithë kohës, të vendeve të cilat të kanë bombarduar gjatë gjithë kohës, të cilat ushtrojnë presion ushtarak ndaj teje gjatë gjithë kohës, sigurisht që është e logjikshme që qeveria iraniane ka për të targetuar edhe për të sulmuar bazat ushtarake të vendeve armike, me cilat ajo është aktualisht në luftë. Ose siç e tham, Amerika ka deklaruar luftë të hapë dhe Izraeli kundër Iranit me qëllim për një ndryshim regjimi dhe për ta kthyer Iranin në një lloj prototipi të Irakut, një shtet kukull të amerikanëve dhe izraelitëve. Tu nuk ka të bëjë as pak retorika të cilën njerëzit e quajnë anti-amerikane ose anti-izraelite të tjerë. Tu ka të bëjë fakti se Izraeli historikisht ka bërë provokime kundrejt Iranit. Siç e dim, lindja e mesme sot është kthyer në kaos totalisht prej Izraelit. Iraku kaloi në luftë dhe pushtim, Siria kaloi në luftë civile, Jemeni është akoma në luftë civile, Sudani sot është i ndarë në 2 shtete luftë civile, Libia në luftë civile të tjerë. Pra, siç e shikojmë, Libani kohësisht në luftë civile dhe i bombarduar së fundi sërish nga Izraeli. Pra, sigurisht që kjo tentativë sulmi, eskalimi, targetimi të bazave ushtarake amerikane dhe izraelite është diçka e logjikshme. Nga ana dhe diçka me thënë që nuk besoj që ka nevojë për një dije të madhe për ta kuptuar, nëse ti je rrethuar nga vende që cilat gjithçka e tu i kanë kthyer në gërmadha, gjithçka e tu i kanë çuar luftë civile, gjithçka e tu i kanë shkatruar totalisht dhe i kanë rënuar ekonomikisht, sigurisht kjo është gjë më bazike. E para, e dyta, bazat ushtarake amerikane
dhe izraelitët janë përdorur shpesh, siç e përmenda, për bombardimet që janë bërë Iranit. Dhe Irani nuk ishte ndërmend për ta eskaluar situatën në këtë farë pike. Siç e përmenda edhe më parë, bisedimet, siç e kemi përmendur së bashku në emisionet e kaluara,